Në vetëm një muaj, Kinema Republika kthehet në destinacionin më të pëlqyer kulturor. Frekuentimi ishte i mrekullueshëm këto 30 ditë aktivitet hapje. Statistikat flasin vetë për rezultate shumë të mira dhe shumë pozitive. Bëhet fjalë për 5515 bileta të shitura nga distributorët si vendas ashtu edhe të huaj. Jam shumë e kënaqur me këtë rezultat, ku frekuentimi spikat shumë jo vetëm i fëmijëve, po i gjithashtu i të gjitha grup moshave. Gjatë janarit na kanë shoqëruar edhe premierat vendase. Kazerma ishte një ndër filmat e parë të cilët u prezantua në Kinema Republika, vazhduam me ODN dhe së fundmi me filmin Falli 2, i cili për shkak të kërkesave të publikut do vazhdojë të jetë edhe këtë fundjavë. 2026 vazhdon me premiera të mëdha botërore si Screen 7, Super Mario, The Devil Wears Prada 2, Toy Story e kështu me radhë. Do jetë një vit goxha intensiv dhe shumë për shumë i mbushur me emocione për Kinema Republikën. Faleminderit që keni përzgjedhur gjatë këtij muaji Kinema Republikën dhe vazhdoni na ndiqni.